Ervin Saliani, edhe pse në moshë shumë të re, arriti të ishte pjesë e politikës dhe kishte poste shumë të rëndësishme. Por tashmë, ai ndodhet në udhkryq. Pas daljes nga burgu, disfatat kanë qenë të njëpasnjëshme. Fillimisht, u nda nga Grida Duma, partnerja e tij prej disa vitesh, e cila në emision e thumboi drejt për drejt Salianin kur tha: "Nuk ka Ervin që të përballit karrierën time." Kaq ishte, mori fund. Më pas, Saliani e pa veten edhe jashtë Partisë Demokratike. Por, sikur të mos mjaftonin këto, edhe një histori familjare, duket se ka tronditur ish deputetin. Në një studio televizive, një analist e pyeti Salianin se çfarë mund të na thuash për vëllain tënd që jeton jashtë Shqipërisë dhe ka ndryshuar mbiemrin. Saliani u përgjigj ftohtë dhe i prerë: "Unë nuk kam vëlla." Analisti e pyeti përsëri: "Je i sigurt që vëllai jot nuk jeton në Angli?" I revoltuar, Saliani u përgjigj: "Jo, nuk kam vëlla jashtë Shqipërisë." U deshëm vetëm 24 orë që media të hetonte dhe të zbuloje vërteta. Edhe pse Saliani e mohoi publikisht vëllain e tij, sipas certifikatave familjare, Klodiani është vëllai i madh i Ervin Salianit. Vëllai i madh i Salianit ka ardhur në jetë nga martesa e parë e mamasë së tij, e cila në martesën e dytë ka sjellë në jetë edhe 2 djemë të tjerë, Ervinin dhe vëllain e tij. Vëllai i madh i Salianit ka patur probleme me drejtsinë, fillimisht në shtetin gjerman dhe më pas në Angli. Kjo ka qenë dhe arsyeja që ai ka ndërruar 2 identitete. Ndoshta kjo është edhe arsyeja sepse Saliani e mohon publikisht si vëlla, pasi ai do që të ketë një figurë të pastër në politikë dhe një vëlla i cili ka probleme me drejtsinë në Europë do ta bënte atë shënjestër të kundërshtarëve të tij në politikë.